Përshëndetje! Si po ja kalon? Unë mirë, faleminderit. Sot e jepte për shi në fakt, po shi nuk po bie, është super diell, super vap. Si gjithmonë, siç e kam thënë në videon e kaluar, i kemi kap flokët, pavarësisht se më vjen shumë inati. Më vjen shumë inati që lava flokët, po është aq vap sa që s'mbohet me dal. Do iki tani me bët sa blerje, pak shopping, sepse guess what? Të premten do nisem për Greqi, do iki në Rodi me Janicën. Fatkeqësisht Sindi nuk është, sepse siç e dim gjithë, po bën atë eksperiencën e Shizontopit në Shqipëri tek Top Channel. Kështu që jemi vetëm unë edhe Janica, ama e di që do argëtohemi super shumë, por më mungojnë disa budalliqe, disa sene, gjona që më duhen për nisje, edhe kështu që tani do dal. Problemi është se është vap, okay? Edhe unë jam edhe me gjinse gjata, sepse bëna waxing vetë të shtëpia, të kamët, edhe problemi është që i kam kamët pak me pikat kuqe, se kur bën waxing, më thon kur i shkul, të ngelin pak pikat e kuqe për disa orë, kështu që tani derisa të kalojnë pikat e kuqe, edhe te krahat i kam heq, po te krahat sikur nuk dalin shumë pikat kuqe. Nejse, se vetëm bla bla bla. Tani ikim blejm, po nuk do marr kamerën, do regjistroj me telefon, sepse sa herë kam ikë në Oreo Center, shpesh herë më kanë thënë, nuk mund të regjistrosh këtu, ndërsa me telefon e më shef pakën. Say hi to the vlog, që do bosh ti një javë pa mu që unë do iki, e ti s'do jesh me mu, Say hi. Hi friends! Duke qenë se duhet blej një pal shapka, edhe Janica mi ka rregullu thonë shi sa bukur. Do vesh shapka për me dal. Do vesh kroksa, do dal me kroksa. Edhe I don't care nëse njerëzit do më gjykojnë. Du të jem komode, se nga që do provoj disa lloje shapkash. Du të jem komode. I din se sinqerisht prisja të ishte, që kam diçka në sy. Prisja të ishte më vap, por që ka pak fresk sot. Do thënë, jo fresk, po sepse dje ka rashi gjithë ditën. Mami Janicës i kishte blet e akshon, i pal shapka shumë bukra, po të akshon nuk ishin, edhe kështë që jam të fyri që quhet Globo, edhe ka plot shapka kulsene. Për shembull një pal kështu të thjeshta do doja. Mami Janicës i kishte si këto. Diva, sigurisht që diva. Edhe këto në fakt janë bukra me pak xixa. Ama nuk e di nëse ma mush menjen kjo forma kështu. Pas ka edhe të bardha. Ti provojmë këto të bardhat? Inshallah ka 38-a. Jo, s'pas ka vetëm 37-a. Provojmë këtë kaf. Kjo është e madhe, se është 39-a. Ama e lezetshme. Po kështu me leopard, si na duken. Cute, Ose më mirë të bardhat thjeshta. Po më duket sikur ma bëjnë kamën shumë të madhe të bardhat. Nuk e di, modeli më cute ky më duket. Jam shumë e pavendosur. Ju shova foto edhe shoqeve, ama janë të pavendosme. Ma kesh se unë, edhe tash di çfarë marr. E adhuroj të vitet dhe mëja, po problemi është se s'ka muzikë, s'ka asnjë, ka qetësim, gjë qetësim. Edhe ndihem pak në sikletë, se nuk flet askush. Kjo është shampoja, që më pëlqen me përdor si shampo të parë. Erdha në shtëpi dhe tani do të tregoj se ç'a mora si përfundim. Si përfundim shapkat që bleva janë këto. Edhe mu më duken super të lezetshme. Më duken thjeshta për të kombinu, verore, perfekte. Thjeshta. Edhe kushtun vetëm 15 euro. Pastaj, te Action, mora një deodorant mini kështu të vogël. Edhe qërpikët falco. Priti hapim këto, se si ja kam idenë a janë të mirë, as janë të mirë, po shpresoj që po. Mund të punoj me këto, mund të punoj. Shpresojmë që të jenë për ndryshe do jetë problem. Do jetë problem. Edhe mundësisht është një kit. Bond and Seal, pinca, remover, 3,90 €. Pastaj shkova te DMja, te DMja mora këtë shampon. Kjo është shampo që përdor, nga që i kam flokët e ndryshme. Përdor këtë shampo, pastaj përdor Elviv, do të thënë bëj 2 larje me shampo. Mora një llak të vogël për rrugë edhe këtë. Makeup remover, ky me 2 faza edhe me vaj edhe me këtë ujë lang që mund të jetë. Nuk kishte nga Garnier, kishte marrua i vogël nga Garnier sepse më duhet versioni i vogël normal për udhtim. Se këtu në Bergamo e ka ndryshuar raportin edhe mund të marrësh deri në 2 litra në fakt. Kështu që nuk ka nevojë, nuk ka problem, edhe sikur të më dash me marr këtë shampon që është 250 ml mund ta marr. Po nuk e di nëse në Greqi do jetë ashtu, në Rodi nuk besoj. Pastaj ika te Douglas, edhe te Douglas veç mora setting spray këtë, se më kishte marru setting spray. Edhe te video e kaluar të kallzova se si më pëlqen shumë, ky setting spray nga One Size, ama kushton 35 euro. Atëherë mora këtë që kushton 23 nga Morphe, edhe supozoj të jetë i ngjashëm. Shpresoj, me të vërtetë shpresoj të jetë i mirë. Se gjithsesi edhe 23 euro nuk janë pak. Më ka mush me testera, më ka dhënë shumë testera krem hidratues nga Dior. Një mini parfum këtë Miss Dior.
Edhe foundation, disa testera foundation. Sa super, edhe mundësisht më duket se janë edhe ngjyra ime. Ha, do ta testojmë këtë. Shalës më pëlqen se do bëja shtrek pastaj foundationi. Ditë re, edhe nesër do nisemi për Greqi me Janicën. Tani po bëj gati çantën, e di që nuk do i zej gjitha këtu, po s'ka problem. Nuk ka problem sepse kemi marrë një trolley, edhe atë do fusim senet ekstra, që nuk i nxen këtu. Por kam marrë gjitha këto rroba banjo sepse du rroba banjo çdo ditë të ndryshme, okay? Kështu që kam marrë këtë roz, edhe po thuj se gjitha rroba banjot vinë edhe me një mini fun ose diçka që mund të mbulohesh. Ky nuk është aq mini si fun, po është shumë i bukur. Ky bikini i kuq duhet të jetë ndoshta i preferuar im, ka mundësi të jetë i preferuar im. Tani ideja është që gjitha bikini duhet me i plask shumë mrena. Ndërsa këto janë pantallonat e bardha që do i vesh nesër për rrugë. Sepse në avion është gjithmonë freskë edhe nuk du me vesh diçka të shkurt, preferoj me vesh diçka gjatë në avion. Edhe pastaj janë pantallona thjeshta lino që mund t'i kem edhe atje për ndarkë se nuk i dihet çfarë do me vesh robi. Këto janë outfitet e darkave. Unë them t'ja nisim duke fut outfitet e darkave edhe të shohim. Të bësh valixhe ndërkohë që ke mace është vështirë. Sepse nuk të lejnë, bëjnë me hangër gjitha këto fijet, ja shife. Leo? Hop! Ej! Shoje më tash. Sa të bukur edhe këto rroba banjot leopard, tani është shumë në mod leopard. Leopardi është gjithmonë mod. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Hiqen! No, vabe, u pastru komplet. Edhe ta menosh që kur e bleu mami i thash kur do e përdorim këtë sen. Ja ku e përdora. Mrena kësaj çantës me leopard edhe kjo, se kjo është çantë gjigante dhe është perfekte. Do fus ato që do marr me vete, por janë për të futur valixha që trolley, sepse e ka Janicat e shtëpiate. Kështu që do marr shapkat aty mrena. Edhe ky është përshtirimi i plazhit, pavarësisht se në shumë beach clube japin vetë përshtirin. Ne do më shku edhe në plazhe të tjera që nuk kanë beach clube sepse do në me vizitu, kështu që përshtiri duhet gjithmonë. Ktu kam edhe senet e funit që më duhen, që është ujë për lentet, vaj për nxirje, krem dielli, shampo balsam. Do marr edhe këtë kremin dielli spray që në fakt ky hidhet edhe si për make-upit, po do e përdor edhe si spray për trupin. Është super se edhe Janica do ketë krema të tjerë, kështu që jemi në rregull, do kemi kujdes mos u digjemi inshallah. Tani do bëjmë gati një pjesë super freskuese që është qumësh dhe menta. Sa mirë që është. Got, super cute, kam nes dritën këtu pranaj në sham shef pak si kështu. Tani po hedh akullin, e kam bo 4 orët e akullit. Edhe do i hedh gjitha. Dhe do blesh këtë menta, është lang mente. Qumësht, shi sa bukur duket. Si me që duke pi një pije alkolike në breg detit në Green Coast. Ama nuk jemi në plazh. Shi që ngjyret bukur kam marrë. Është ekstrem freskuese. E piva për 2 sekonda. Edhe unë zakonisht jam person që më duhen 2 orë për me marru një pije. Shife që ka ardhur sot. Ka ardhur kjo për bashkëpunim, Shark Flex Style 5 në 1. Mezi pres ta provoj. Sa të kthehem nga Greqia do e provoj edhe do ta shohim bashkë në video. Edhe shife çfarë paketimi të bukur, do të thënë çfarë kutie të bukur vjen ky Shark Flex Style. Nuk e di do të thënë me shpreh sa kurioze jam ta provoj. Like what? No vabbè. No vabbè. Edhe sa e butë është edhe konfeksioni nga mrena duket krejt luks. Ka edhe këto kokat këshu, për dredh flokët. Nejse do i shohim gjitha në detaj pastaj kur të bëj një video taman, se do nxjerr një video TikToku për këto sponsor. Edhe kam qef që ta provoj edhe Janica, sepse Janica i ka shumë qef këto, edhe ka qenë duke kërku një këshu. Ama çdo video që kam pa e kësaj, duket super. Përshëndetje, jemi në aeroport, po nisem me Janicë. Tani po bëjmë një provë sepse jam pothuajse e sigurt se çanta ime këtu nuk hyn. Priti heqim këtë. Okej. Edhe nga që un kam mace. Janicë. Sa se carico il cestino io non fico la mano dentro, Allora, la domanda è che qua ci sono delle cose dure, perché di per sé ci può anche stare in qualche modo. Qua dovrei spostare qualcosa. Janica, sicuro è qualcosa qui. Cioè, la gente evita come la morte questa cosa e lei è la prima cosa che vuole fare appena entriamo in aeroporto. Mund të rri e qetë. Okej. Si riprendi? Magari as nuk i kontrollojnë, po që t'jeme sigur se pritoj pastaj me i lëviz senet prej çantës.
Fammi rimettere questo. Me majt kamerën tej, sepse drita është tej, edhe pse unë jam ullë tej. Tani po presim, ashtë 15 minuta me vonesë, diçka e tillë. Janica po ha një oroçok, një çokoladë që e kisha marrë nga shtëpia. Edhe presim. Hello New York! Quanto cazzo durava sto volo, raga, non finiva più. A e dini se 3 orë udhëtim, edhe s'm ka ndodhur ndonjëherë me qenë një udhëtim që njerëzit vetëm janë quajtur dhe kanë ikë në banjë 2 sekonda. Edhe unë isha afër derën të banjës, kështu që as nuk kam flet mirë fare. Po nejse. Ja dolëm, i lam gjithat e hotelit, do të thënë i lam çantat e hotelit, po kemi shumë uri, edhe tani do ikim të ham diçka. Nuk është se kemi studiu zonën, me të thënë vërtetën, me ditë se ku me iko ose ç'a me hangër, po do shohim. E pastaj do pim. Po hajde pim. Hajde. Do ham e do pim.